Përshëndetje shikues të RTS Gjirokastrës, do t'jemi bashkë në ditari informativ lajme shkundër të tjera do ju ftoja të ndiqnit. Policia e shtetit shënoi sot 113 vjetorin e themelimit, një ditë për të kujtuar dhe vlerësuar sakrificën dhe përkushtimin e brezave të tërë të punonjësve të policisë. Në ceremoninë e zhvilluar në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër u vlerësua roli efektive të policisë së shtetit në shërbim të vendit dhe qytetarëve çdo ditë. Drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli dhe Drejtori Rajonal Andi Shkurta kanë inspektuar nga afër situatën e krijuar në aksin Tepelen Gjirokastër dhe Përmet Çarçov. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës në një mbledhje jashtëradhe ka vendosur përdorimin e fondit të emergjencave civile për të mbështetur forcat e Xhenios dhe familjet evakuara nga rreshjet e fundit. Në Gjirokastër vijojnë punimet në zonat e prekura nga rreshjet e shiut. Ekipet e bashkisë po punojnë në disa lagje si dhe në njësitë administrative për pastrimin e rrugëve dhe riparimin e dëmeve të shkaktuara. Për këto dhe të tjera ju ftoj të na ndiqni në minutat në vijim, do t'i shohim tashmë më gjërësisht. Policia e shtetit ka shënuar sot 113 vjetorin e themelimit, një ditë për të kujtuar dhe vlerësuar sakrificën dhe përkushtimin e brezave të tërë të punonjësve të policisë në shërbim të ligjit, të rendit dhe sigurisë për qytetarët shqiptar. Në ceremoninë e zhvilluar në ambientet e Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastrës u vlerësua roli efektive të policisë së shtetit në shërbim të vendit dhe qytetarëve çdo ditë. Në kuadër të 113 vjetorit të krijimit të policisë së shtetit, Drejtoria Vendore e Policisë Gjirokastër zhvilloi një ceremoni në nder të punonjësve që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontributin e tyre për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Në këtë aktivitet morën pjesë prefektja e qarkut Gjirokastër zonja Albana Hasanaj, si dhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe institucioneve ligjzbatuese. Ceremonia u hap me fjalën përshëndetëse të drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Gjirokastër, Altin Merizaj, i cili vlerësoi përkushtimin dhe sakrificën e punonjësve të policisë në përballjen e përditshme me sfidat e sigurisë. Gjatë ceremonisë u theksua se fal bashkëpunimit të policisë së shtetit me institucionet e tjera ligjzbatuese, qarku i Gjirokastrës vijon të mbetet një zonë e qetë dhe e sigurt. Janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për transformimin e policisë shtetit, duke adoptuar filozofi të reja pune, mentalitet bashkëkohor, logjistikë dhe burime njerëzore në përputhje me zhvillimet e kohës, parimet e demokracisë, respektimin e drejtave dhe lirive themelore, si dhe bashkëpunimin ndërmjet institucional dhe me komunitetin. Në fund të ditarit informativ do të keni mundësi të ndiqni ceremoninë e plot të zhvilluar sot me rastin e 113 vjetorit të policisë së shtetit. Ecim me të tjera materiale, drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli së bashku me drejtorin rajonal të ARSH-s Andi Shkurta inspektuan situatën në akset Tepelen Gjirokastër dhe Përmet Çarçov të dëmtuara nga rreshjet dhe shkarjet e dherave. ARSH po monitoron rrëshqitjet aktive, ndërsa qarkullimi në urën e Petranit kryet me një korsi deri në stabilizimin e plot të situatës. Rreshjet e dendura të ditëve të fundit kanë sjellë problematika serioze në disa akse rrugore të jugut të vendit. Drejtori i përgjithshëm i ARSH-s Ami Kozeli së bashku me drejtorin rajonal të Autoritetit Rrugor Shqiptar Andi Shkurta inspektuan nga afër situatën e krijuar në aksin Tepelen Gjirokastër, ku si pasojë e shkarjes së dherave është rrezikuar qarkullimi i mjeteve. Drejtori i përgjithshëm u njoh me masat emergjente të marra nga strukturat përgjegjëse, duke theksuar se siguria e qytetarëve dhe garantimi i qarkullimit rrugor mbetet prioritet absolut. Jemi në Gjirokastër, qarku më i goditur nga rreshtet e dëndura të ditëve të fundit. Këtu, në vendin e quajtur Shkalla e Zezë, para 3 ditësh ka ndodhur një shkarje masive dheu e cila bllokoi qarkullimin rrugor. ARSH dhe skuadrat e mirëmbajtjes ndërhyjnë menjëherë duke siguruar qarkullimin e lirë të mjeteve. Aktualisht, qarkullimi kryhet vetëm me një kalim, pasi rrëshqitja është aktive dhe paraqet rrezikshmëri. Shkaku i kësaj situate janë rreshtet e shumta dhe intensive të ditëve të fundit, erozioni dhe formacioni gjeologjik argjilor i zonës. Për shkak të kësaj paqëndrueshmërie, ARSH dhe kontraktori i mirëmbajtjes do të vijojnë të mbajnë në mbikëqyrje këtë zonë për shmangur dhe rreziqet për qytetarët. Nga ana tjetër, ARSH me të kaluar situata emergjentës do të ndërhyjë në të gjithë aksin me një projekt të plot për të dhënë një zgjidhje të qëndrueshme të gjithë problemet.
Inspektimi vijoi edhe në urën e Petranit në aksin Përmet Çarshov, një tjetër segment i dëmtuar rënd nga rreshjet e shumta dhe erozioni i thellë. Aktualisht ky aks është i aksesueshëm vetëm me një korsi, ndërsa situata e rrëshqitjes aktive po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme nga ARSH dhe ekspertët e mirëmbajtjes. Nga verifikimet e kryera, u konstatua se ky çadim ka ndodhur si rezultat i dëmtimit të murit mbajtës prej guri, por edhe si rrëdhoi aktivitet tektonik të asaj date. Për arsye sigurie, në bashkëpunim me policinë rrugore, atë mbrëmje në këtë aks u ndërprej qarkullimi. Ndërkohë, nga mëngjesi i dieshëm, pas vendosjes së sinjalistikës së nevojshme, qarkullimi vijon normalisht me një korsi për këtë segment të dëmtuar. Formacionet gjeologjike në këtë zonë janë qëndrueshme, kryesisht shkëmbore dhe zgjedhja definitive do të realizohet pas një studimi të thelluar. Megjithatë, me shumë gjasa do të nevojitet një ndërtim i një muri të ri. Është shumë e rëndësishme të theksohet se prit disa ditësh ndodhemi tashmë në rreshje shiu të vazhdueshme dhe me intensitet. Gjithashtu, nuk duhet të harrojmë se kemi pasur 2 sezone verore gjatë të cilave kanë ndodhur zjarre masive dhe që kanë ndjekur hektar të tërë me pemë, duke nxitur kështu erozionin e thellë në kodra dhe në male. Këto fenomene, të kombinuara së bashku, kanë shkaktuar dalje të lumeve nga shtrati, vëshime ujë në rrugë dhe nga skarpatat, duke sjellë largimin e materialeve mbushës rrugës, mbingopjen me ujë të shtresave gjeologjike, rrëzimin dhe shkëputjen e dherave koheziv nën toksor, duke dobësuar kështu në strukturën si edhe muret mbajtëse dhe pritse të akseve rrugore. Grupet e punës në terren, së bashku me specialistë e projekteve dhe të mirëmbajtjes së autoritetit rrugor, po listojnë dëmtimet e mëdha që do të ndodhin dhe do të hartojnë grafikun për riparimin e tyre, si nëpërmjet kontratave të mirëmbajtjes, ashtu dhe nëpërmjet projekteve të thelluara. Autoriteti rrugor shqiptar bën me dije se monitorimi në të dy akse do të vijojë pa ndërprerje, ndërsa ndërhyrje teknike do të intensifikohen në varësi të kushteve atmosferike, me qëllim rikthimin sa më shpejt të qarkullimit normal dhe garantimin e sigurisë për përdoruesit e rrugës, ndërkohë që u bëhet thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të respektojnë sinjalistikën rrugore, veçanërisht në segmentet problematike. Këshilli Bashkiak i Gjirokastrës në një mbledhje jashtë radhe ka vendosur përdorimin e fondit të emergjencave civile për të mbështetur forcat e Xhenios dhe familjet e evakuuara nga rreshjet e fundit. Fondi prej 6 milion lekësh të reja do të shkojë për pagesën e qeras për banorët që u strehuan si dhe për nevojat e menjëhershme të ekipit të Xhenios në teren. Për përballimin e situatës emergjente të shkaktuar nga përmbytjet e 6 janarit, Bashkia Gjirokastër do të përdor fondin rezerv, i cili u miratua sot gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak të mbajtur jashtrave. 14 familje, banesat e të cilave janë dëmtuar dhe paraqesin rrezik për jetën e banorëve, si pasojë e rrëshqitjes së tokës, amortizimit të strukturave, rreshjeve intensive dhe përmbytjeve, Bashkia do t'i akomodojë në banesa me qira sipas strukturës familjare përkatëse. Masa e subvencionimit të qiras do të zbatohet e Ka disa familje në qytetin e Gjirokastër të cilat ka nevojë për strehim, për emergjencë urgjente, sepse banesat e tyre janë të pabanueshme. Ekzekutivi ka marrë masat e duhura për të sistemuar në banesa sociale. Dhe kushdo që ka nevojë, që e ndjen veten që është në banesë pabanueshme, të drejtohet te kryetari i bashkisë, te zyra e emergjencave civile dhe përgjigjja do jetë e menjëhershme dhe zongelet njëri pa u strehuar dhe pa u ndihmuar. Falenderojmë dhe forcat e armatosura, të cilat janë përgjigjur thirrjes së bashkisë dhe sot qytetin e shikoni të pastruar, të rregulluar në mënyrën më të mirë. Në këtë mbledhje të zhvilluar online, kryetari i Bashkisë Flamur Golemi tha se të gjitha strukturat e Bashkisë Gjirokastër janë në terren për stabilizimin sa më shpejt të situatës, ndërkohë që bëri të ditur se 90% e qytetit të Gurtë është pastruar. Për fat të mirë, e keqja kaloi, sidomos tash u rrezikuan jetë banorësh, qoftë në tek pjesa e lagjes së bllokut të furrave, por edhe nga rrëshqitjet masive që kanë ndodhur në njësinë administrative Lunxheri. Kemi reaguar shpejt, kemi patur suportin e forcave të armatosura, që në ditën e parë, ARSH-n, për fat keq nuk ka patur vullnetarizëm, nga ato zona apo nga ajo pjesë e banorëve që nuk u prekën. Sot po flasim gjithë kapacitetet e Bashkisë Gjirokastër, pra shërbimet publike janë në terren, janë akoma duke vazhduar qoftë lagjet e sipërme të terrenit, por edhe në pjesën e administrative. Aktualisht qyteti
është pastruar në masën nga energjet në masën diku ke 90%. Fondi rezervi miratuar ditën e sotme me qëllim përballlimin e situatës emergjente të shkaktuar nga përmbytjet e datës 6 janar 2026 në Bashkinë Gjirokastër kap shifrën 6 milion lek. Kemi udhëtuar këtë të martë në një nga fshatrat e njësisë administrative Lunxhëri, ku banorët po përballen me pasojat e rreshjeve dhe izolimin disa ditor. Në Nokovë, rrugët e dëmtuara dhe shtëpitë e goditura tregojnë sfidat e përditshme të komunitetit, ndërkohë që Bashkia e Gjirokastrës po ndërhyn me një plan konkret për të dhënë banorëve jo vetëm zgjidhje praktike, por edhe sigurinë dhe mbështetjen që meriton. RTSH ka udhëtuar në disa fshatra të njësisë administrative Lunxhëri, ku banorët janë përballur me dëmtime të shumta dhe kanë qenë të izoluar prej disa ditësh. Ky katastrofë që ka bërë në 57 vjet asnjëherë, por gjithçka dhe u zgjidha ndaj lart, edhe emergjenca civile që hapa kanalet, edhe andeja që u bllokua ura ka gjithë ato vite, por tani kanë përndërme disa në bujqësit gjithë të vogla, ja si shkon ullirin, terminat, por do të përtojnë ujrat. Por kjo që një diçka që e papar. Sot erdhëm neve se nuk dilim dot, ishte shumë shi. Dhe sot ftohtë është, por në vjen gjuna se na vjen baktia. Për drita 3 ditë ishte katastrofi, na erdhën pastaja. Kush e parashikonte? Kjo është përmbytje në gjithë Shqipërinë, jo këtu vetëm. Neve të paktën jemi mirë shtëpitë. Para një javë që vështirë, po tani është stabilizuar. Ne si familje kishim marrë masa, kishim vënë thes me ku, me gjëra e kishim garantuar, po këta tjera kishim probleme këta. Një familja të matan kishë probleme, si që thonë këta plej, një në 50 vjetë, po thuajse, para 50 vjetë shka bërë të tillë. Inertët vinin nga lartë? Po, nga lartë i gjitha. Është qarë mali atje lartë, po thuajse aty, gjitha të shpitë. E ndjeni vetën të rrezikuar? Kishim ja që s'flëni bjumë, po thuajse s'flënim. Nokova është ndër fshatrat më të prekura, jo vetëm sa i përket infrastrukturës rrugore, por edhe banesave. Ky fakt u konfirmua edhe nga kryetari i fshatit. Nuk patëm problem neve këtu në Nokovë, na këtu vetëm neve që ka te ura atje që na erdhi masivi madh në mali, e bllokoi. Do me thënë 1 orë, 2 orë, u ha prap. Ka ardhur skrepi që atë moment që kur i kam lajmëruar erdhi skrepi. Edhe ka punuar dhe atë natë dhe të nesërme dhe të pas nesërme, s'ka qëndruar asnjë sekundë. Ka familje që janë dëmtuar? Janë një 2 shtëpira. Jo shumë, po pak. Çfarë masash janë marrë për ato? Erdhën, kanë marrë të tëra ato. Vanë sot bëjnë dokumentet ata të zotët. Ndërkohë pritet ndërhyrje e bashkisë me një projekt konkret për të dhënë kësaj zone një zgjidhje afatgjatë. Në Gjirokastër vijojnë punimet në zonat e prekura nga rreshjet e shiut, ekipet e bashkisë po punojnë në disa lagje si dhe në njësitë administrative për pastrimin e rrugëve dhe riparimin e dëmtimeve të shkaktuara. Për sigurinë e qytetarëve është nisur edhe hedhja e kripës në rrugë për shkak të ngritësave të fundit. Bashkia e Gjirokastër gjatë këtyre ditëve është angazhuar për të rikthyer normalitetin dhe qarkullimin e sigurt në të gjithë qytetin. Lagjet e qytetit të Gjirokastrës po i rikthehen gradualisht normalitetit. Gjatë ditës së sotme, mjetet e bashkisë kanë nisur punën për sistemimin e disa akseve rrugore, ndërhyrje në përrenj, si dhe në zona ku vijon të ketë problematika, si pasojë e shirave të rrëmbyeshëm të ditëve të fundit. Fill pas rreshjeve të shiut në qytetin e Gjirokastrës janë bërë të mundur pastrimi të gjitha rrugëve, të gjitha lagjeve, duke marrë çdo rrugicë në veçanti. Aktualisht ndodhemi në bypassin e qytetit, ku në projret dhe në shirat e rrëmbyeshëm kanë dalë aluvionet në rrugë. Kemi bërë pastrimin e lagjes Dunavat, kemi bërë pastrimin e lagjes Manalat, Palorto, pra të gjitha lagjet janë të pastruara. Ndërkaq, problem mbeten ende lagja Granic dhe Cfak, ku po kryhet vlerësimi i situatës nga ekspertët e fushës. Sipas autoriteteve, pritet që brenda pak ditësh, këto zona të kenë një infrastrukturë më të rehabilituar. E vetmja rrugë që është e bllokuar në Gjirokastër te pjesa e lagjes Cfak, pas studimit nga sektori gjeologjisë, aty do ndërhyjet pastaj me program tjetër. Kurse në qytet rrugë të bllokuara nuk ka, rrugë të pastra të gjitha dhe sigurisht që dhe një pruaj vogël do merret në pastrim. Të gjithë jemi në terren për të dhënë maksimumin për çdo pastrim të mundshëm të çdo rruge, të çdo rrugice.
Nga autoritetet lokale bëhet me dije se do ketë ndërhyrje të tjera në ditët në vijim, me synim rikthimin e plotë të normalitetit në të gjitha lagjet e qytetit. Situata po shkon drejt normalizimit në gjithë qarkun e Gjirokastrës. Strukturat vendore vijojnë punën për pastrimin e dherave dhe hapjen e akseve të bllokuara, ndërsa problematike mbeten të izoluara disa akse rurale. Furnizimi me energji elektrike është normal në të gjithë qarkun dhe niveli i lumit vjos mbetet në monitorim. Situata në qarkun e Gjirokastrës këtë të martë paraqitet më e stabilizuar, ndërkohë po vijojnë ndërhyrjet në disa akse rrugore të qytetit, si dhe në bashkitë e tjera të qarkut, ku ka ende problematika me qëllim rikthimin e plotë të normalitetit. Bashkia Gjirokastër, ditën e sotme, ka vijuar punën në njësitë administrative në qytet në lagjen Granic, SMT dhe në Porojën Gjokan në lagjen Zinxhira. Gjithashtu po punohet në njësinë administrative Lundxhëri për hapjen përfundimtare të aksit rrugor deri në fshatin Gjat. Nga bashkia ka filluar hedhja e kripës në lagjet e qytetit për shkak të ngritësës nga ulja e temperaturave. Bashkia Libohov në njësinë administrative Zagori, rrugët hyrëse të fshatit Zhej, Liar dhe Topov vijojnë të jenë të bllokuara për shkak të rrëshqitjeve të dherave. Nga bashkia po shihet mundësia e ndërhyrjes pasi formacionet janë të paqëndrueshme. Bashkia Memaliaj, njësia administrative Memaliaj Fshat, një rrugë e brendshme vijon të mbetet e bllokuar, duke izoluar 5 banesa. Ditën e sotme nga bashkia do të vazhdoj puna në rrugët e brendshme për largimin e dherave, në ato segmente ku mund të punohet pasi formacionet e tokës janë të paqëndrueshme. Njësia administrative Luftinj, në fshatin Tosk, Martallaz do punohet ditën e sotme për largimin e dherave. Bashkia Dropull, problem mbetet dëmtimi i urës së Glinës, pasi shirat e fundit dëmtuan dhe një këmbë tjetër të urës. Bashkia Përmet, aksi rrugor Përmet, dogana e 3 urave, është me një kalim në një segment rreth 25 metër në hyrje të fshatit Petran. Edhe ditën e sotme, sipas një plani nga bashkia do punohet për pastrimin e dherave në pjesën e sipërme të lagjes Sede, në qytetin e Përmetit dhe në fshatrat Tremisht, Bënj dhe Ogdun. Njësia administrative Petran. Gjithashtu, po vijon puna për vlerësimin e dëmeve. Bashkia Këlcyr, në rrugën e fshatit Psar, njësia Ballaban do të ndërhyjet ditën e sotme për largimin e dherave. Nga bashkia ditën e sotme do të përfundoj procesi i konstatimit të dëmeve me të gjitha dokumentacionet përkatëse. Bashkia Tepelen, aksi Subash Hormov, rrugë e vjetër nuk mund të son qarkullimin e mjeteve të rënda. Nga bashkia do të ndërhyjet sapo të ulet niveli i ujit nga Porroji i Tërbuqit. Ditën e sotme do të punohet në fshatin Hormov për drenazhimin e dherave në një banesë e cila rrezikon nga ulja e sipërfaqes së tokës. Nga OSHE, informohemi se gjithë qarku furnizohet normalisht me energji elektrike. Ndërkohë niveli i vjosës i matur në Memaliaj mbetet në nivelin 2.8 metër. Dhe në fund flasim për shëndetësinë, temperaturat e ulta të këtyre ditëve po rrisin ngarkesën mbi zemër dhe mund të përkeqësojnë sëmundjet kardiake. Mjekët këshillojnë pacientët me probleme të zemrës të marrin mjekim rregullisht dhe të shmangin ekspozimin në këto ditë. Temperaturat e ulta dhe i ftohtë rrisin ngarkesën mbi zemër dhe mund të përkeqësojnë sëmundjet kardiake. Mjekët kardiolog flasin për kujdes të shtuar në këto ditë të ftohta dimri për pacientët me sëmundje zemre, për mjekim rregullisht dhe shmangjen e ekspozimit të zgjatur në të ftohtë. Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ndau sot një videomesazh të doktor Ermir Tafajt, mjek kardiolog pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, i cili jep disa këshilla për këta pacient, por edhe për personat e shëndetshëm. Tafaj shprehet se moti i ftohtë dhe temperaturat e ulta ndikojnë në gjendjen e arterieve koronare.
aq më i madh do jetë përfitimi që do ketë muskuli i zemrës. Përkeqësimi motit për shkak të rreshjeve të dendura të shiut dhe borës ka vënë në gatishmëri të gjitha strukturat shëndetësore në vend. Stafet e mjekëve dhe infermierëve të urgjencave dhe qendrave shëndetësore po ofrojnë ndihmë të specializuar për banorët në zonat e përmbytura, si edhe për qytetarët që kanë shfaqur problematika shëndetësore. Dhe me këtë material shëndetësor kemi ardhur në fund të ditarit informativ lajmesh, por unë ju rikujtoj se menjëherë pas siglës mbyllëse do të keni mundësi të ndiqni ceremoninë e plotë të zhvilluar sot në drejtorinë vendore të policisë së qarkut Gjirokastër për themelimin e 113 vjetorit të policisë së shtetit. Ndajemi bashkë, shikim të këndshëm të programet tona në vijim. Mirupafshim.